Hamd falënderimet tona i takojnë Allahu Gjelle Gjelalu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje, rahmet, bereqet dhe shtim të udhëzimit kërkojmë. Përshëndetjet tona të përsemërta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dedikojmë familjes së tij të nderuar, shokëve të tij të respektuar dhe gjithë besimtarëve muslimane që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtarë. Padyshim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i donte shumë shokët e vet. Ishte i sinqert ndaj tyre, ishte besnik ndaj tyre, sikur se ata ishin besnik ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte përkrahas i madh i të dobtit, i të varfrit, jetimit. Dhe në përgjithësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta la një fjalë duke thënë: La tasubbu ashabi, mos gaboni pas vdekjes time me i shoh shokët e mi. Sepse sikur ju t'jepni sa kodra e Uhudit ari sadaka, nuk mundeni as një cobës ose gjysmen e punës së tyre me arrit me vepru aq sa ata kanë vepru. Andaj shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin bartësit e islamit tek ne. Ishin mbrojtësit e islamit atëherë kur duhej mbrojtur islami. Për këtë arsye para pejgamberit alayhis salam tha Allahu azza wa jall në Kur'anin famëmadh, esta'idhu billah bismillah: Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Tha, në atë kohë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kishte burra që nuk i pengoj dhe nuk i mashtroi pasuria dhe tregtia nga përkujtimi e Allahut azza wa jall. Dhe nuk ju friksuan askujt për pos një dite, kur zemrat e disa njerëzve do të zgurgullohen nga frika prej dhe dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, prej këtyre burrave të mëdhaj, njëra prej historive të çuditshme, njëra prej historive interesante, është historia dhe një personi që kishte emrin Gjulejbib. Gjulejbibi të nderuar vëllezër, ishte një djalë i varfër, nuk i dihej origjina. Ky person për nga pamja nuk ishte i pashëm, nuk ishte i bukur, por e zbukuronte morali, karakteri dhe adhurimi që ja bënte Allahut azza wa jall. Nuk ishte pasuri, nuk ishte pozit, nuk ishte të afërm, dhe njerëzit nuk qëndronin shumë me te, sepse të dobtin, atë që nuk ka streh, ai i cili nuk ka pozit, zakonisht njerëzit largohen prej tij sepse nuk kanë ndonjë interes të kësaj bote. Kjo është natyrshmëria e njeriut që i afrohet atij që ka pozit dhe i afrohet atij që ka pasuri, dhe zakonisht ja kthen shpinën atij që nuk ka diçka për m'i jap atij. Andaj, ishte i varfër, qëndronte dhe flinte në xhami sepse nuk ishte shtëpi. Por ja që e kishte një shok që i dilte ballë. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam qëndronte me të, e përkrahte atë. Dhe Gjulejbibi të nderuar vëllezër, në fillimet e islamit, kur ende dhe mbulesa nuk ishte liqësuar në islam, ai tallej shpesh me gratë, sidomos gratë cilat i kishin vdekur burrat. E një ditë prej ditësh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: O Gjulejbib, a dëshiron që të martohesh? I tha: Ja Rasulullah, e kush ka me marrë Gjulejbibin kur Gjulejbibi s'ka as pasuri, s'ka as familje, s'ka as shtëpi? Kujt ka miran men me marrë Gjulejbibin? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Shko
tek filan Ensariu, dhe thuaj të ka qu selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka kërku dorën e vajzës tane për Gjulejbibin. Gjulejbibi në fillim e merr me vështërsi këtë selam, nga se e dinte që s'ka mundësi me pranu një person si Gjulejbibin dikush. Dhe shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkon tek Ensariu dhe ja përcjell selamin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ensariu, me të dëgjuar, ky person Ensari pra ishte i pasur dhe kishte pozitë. Kur e sheh Gjulejbibin që pia çon këtë selam të pejgamberit alayhis salam, i vështërsohet gjendja dhe bisedon dhe kontakton me bashkëshortën e vet. I thot na ka ardhur selami prej pejgamberit alayhis salam që më ia dhon vajzën Gjulejbibit. Dhe janë të dyshim se çka me vepru, konsultohen, e thrasin vajzën e tyre. Dhe i thonë pejgamberi alayhis salam ka thënë kështu. Vajza e tyre përgjigjet dhe i kthehet. Tani pse këta të dyshim, babai dhe nëna të dyshim, i kthehet dhe i thot: a dëshironi që ta kundërshtoni urdhrin e burrit më të madh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Tha, jo, pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Tha, unë e pranoj. E pranoj mësitnin dhe ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu të ndëruar vëllezër, Gjulejbibi u bë vend rrityre. Dhe Allahu azza wa jall i dha bereqet të madh pas kësaj martese. Allahu i dha pasuri dhe Allahu azza wa jall i dha fëmijë. E pas një kohë erdhi koha për me i dalë Zot vatanet. Erdhi koha për t'i dalë Zot dinit Allahut azza wa jall. Dhe në njërën prej luftrave pejgamberi alayhi salatu wasalam thirrri për të dalë në gjihad, në luft për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe i pari që ju përgjigj prej njerëzve kësaj lufte ishte Gjulejbibi. Ai kishte një trimëri të rrallë. I praktisit gjitha ato të mira që i kishte dhe shkoi në luftë. Dhe luftoi as fuqishëm të ndëruar vëllezër dhe me trimëri, saqë vrau 7 idhujtar. E në fund ra shahid edhe vet. Pasi përfundoi lufta, pejgamberi alayhis salam me shokët e tij hulumtonin për njerëzit e vrarë në luftë. Dhe i gjetën që të gjithë, por as kujt nuk ju kujtua Gjulejbibi, sepse nuk ishte pozitë tek shokët e pejgamberit alayhis salam. Dhe kujt ju kujtua? Ju kujtua shokët e sinqertë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Mungon në mesin ton Gjulejbibi." Dhe filluan që të vëzhgojnë se ku është, derisa e gjetën të pluhurosur nga rëra që i kishte rënë në fytyrën dhe trupin e tij. Shkon afër pejgamberit alayhis salam, e largon rërën nga fytyra e tij dhe kështu e përqafon Gjulejbibin dhe i thot: i vrave 7 veta e pastaj vdiqe si shahid, si dëshmor. Dhe tha në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o Gjulejbib, ti ishe i familjes tem, unë jam i familjes tane. Ti ishe i familjes tem, unë jam i familjes tande. Dhe kështu përfundoi historia e Gjulejbibit, sahabi i njohur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë tregim të shkurtër të ndëruar vëllezër nxirren këto dobi dhe përfitime. E para, dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për njerëzit dhe shokët e tij, qofshin të pasur e qofshin të varfër. Fatkeqësisht, një pjesë e madhe e muslimanëve dhe njerëzve në përgjithësi sot i kanë dalluar dhe i dallojnë njerëzit në klasa. Dhe nuk e bajnë trajtimin e njerëzve sikurse tek i pasuri, sikurse tek ai me pozitë dhe sikurse tek i varfrit ai që nuk ka kur gjahe që dorën e vet. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sillej mirë, përkundrazi ishte krahu i djathtë i të varfërve, ishte krahu i djathtë i jetimave, ishte krahu i djathtë i atyre që ju bëhej zullum. Për këtë arsye, kur erdhi Xhibrili në shpellën Hira, u trondit pejgamberi alayhis salam dhe shkoi dhe u mbulua. Khatijja i tha: "Len yukhziyaka Allahu abada." Allahu s'ka me të hub kurrë Muhammed. Pse? Unë e di që s'ka me të hub kurrë, sepse ti e flet gjithmonë të vërtetën. Sepse ti e plotson amanetin, sepse ti e ndihmon jetimin, sepse ti e ndihmon të varfrin
dhe ti i del në krah ati që ju ka pasë dhënë. Allahu s'ka me të hupë kur Muhammed. Andaj kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe me Gjulejbibin. E dyta, nxitja e të rinjeve për martesë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një lloj ngutije tek Gjulejbibi, i cili kishte dëshirë që të tallej me gratë, të cilat ishin pak më të reja dhe disa të tjera të martuara, por që ishin pastaj të shkurorzuara ose të veja, edhe pse ende nuk ishin zbritur disa dispozita, sikurse që sot një pjesë e madhe e trive, pra janë të lasdruar dhe mendojnë që ato të cilat qëndrojnë me to për 24 orë, shkojnë në shëtitje me to, ende i kanë shoqe. Kurse zemra e tyre dhe mendja e tyre i shikon më shumë se sa shoqe. Andaj kështu luan shejtani me të rinjët, për këtë arsye ilaçi i ndalimit të këtyre mashtrimeve është martesa. Dhe jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë o ju të rinj, martohuni. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që ka bëu Hasan Sheikh Albani, Allahu e ka hak me një mu 3 personave, e njëri prej tyre është edhe personi që don me ru moralin e vet, edhe tenton me u martu ani pse nuk i ka kushtet, ani pse nuk i ka mundësitë. Gjithashtu, prej përfitimeve të kësaj ngjarje është lejohet pra mësitnia dhe ndërmjetësimin e fejes apo në martesë, sikurse pejgamberi alayhis salam në këtë aspekt ka qenë mësit për Gjulejbibin, do se nuk ka prezantuar vetë, por ka qu selam që me ja dhanë vajzën Gjulejbibit radiallahu anhu. Gjithashtu, prej përfitimeve është se duhet që burri i shtëpisë të konsultohet me gruan e vetë, kur i vjen oferta për fejes apo martesë për vajzën e vetë, sikurse që sahabiu Ansariu u konsultua me bashortën e vetë, edhe në përgjithësi edhe me vajzën e vet. Andaj në momentin që i vjet dikuj, e padyshim që ata cilët Allah azza wa jalla ka dhënë djem dhe vajza do t'ju vjeni ditë kjo ofertë, atëherë është mirë që të konsultohemi pra me familjen e pastaj edhe të vendosim. Gjithashtu, prej përfitimeve është respekti që e kishin sahabët për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe dashuria e madhe që e kishin ndaj tij. Kur erdhi Gjulejbibi me atë ofertë, edhe pse ishte rënd, edhe pse ishte fukara, vajza e pranoi sepse nuk deshte me refuzu urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e dinte se ka me pas hajër në atë martesë ku Muhamedi alayhi salatu wasallam është mëse. Andaj Allah azza wa jalla tha në Kur'anin famëmadh: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nuk i takon një besimtari dhe besimtare kur gjykon Allahu dhe i dërguari i tij për diçka, që ata pastaj me zgjedh a me marr a mos me marr. Çdo sa çka ka gjykuar Allahu dhe i dërguari i tij është e mirë dhe hajrit për neve, është hajër edhe për Gjulejbibin dhe atë vajzë. Dhe në fund, ky tregim më shumë ti na mëson që kur të vjen oferta për fejes apo martesë për një djalë dhe një vajzë, nuk shikohet vetëm aspekti material të ndruar vëllezër. Së pari shikohet dini dhe feja dhe morali i burrit dhe familjes, e pastaj shikohet edhe aspekti material. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e martoi Gjulejbibin, ani pse nuk ishte pasuri, ani pse ishte i varfër. Sepse e dinte që në Gjulejbibin ka hajër të madh, ka fe të madhe dhe në fund edhe rat të shmur shahid për hir të Allahut subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu ka thënë, nëse e shihni një djalë që vjen u kërkon dorën e vajzës dhe e ka moralin dhe dinin e lartë, fe zawiju, jepnia dhe mos u tutni. Burrat nderuar, në këtë histori të cilën sot e shpjegova para jush, e shoh vetveten time. Për arsye se një ngjarje e tillë më ka ndodhur edhe vetë mua, ku kam qenë në studime në Jordan dhe kërkesën që kam bërë për ta marrë vajzën e baballakut tim që edhe kam fol një hutbe për të Haxhi Kemal Yunuzit, që pretendoj dhe mendoj se ka qenë sahabi në kohën tonë.
kur e kam kërkuar dorën e vajzës e tij, kam qenë djalë student. Nuk kam pas pasuri, kam qenë me bursë të studentit dhe gjithashtu nuk kam pasur shtëpitimin personale, nuk kam pas punë, kam qenë student i thjesht. Dhe pasi ka dëgjuar Haxhi Kemali, duke e ditur mirë historikun tim, prej një familje të varfër jetim, të nderuar vëllezër besimtar, nuk kam menduar dy herë. E kam marrur një tezkije dhe një lavdat prej Sheh Shuaib Arnautit ku kam mësuar tek ai, dhe në fund më ka thonë që vajzën ta dha për hir të Allahut Azza wa Jall. Edhe pse kishte shumë raste ku kishte refuzuar njerëz pasunik, njerëz me pozit, i kishte refuzuar, por kur ka ardhur tek rasti im përkundër varfërisë, përkundër pozitës që e kisha në atë kohë, të nderuar vëllezër, për hir të Allahut Azza wa Jall, duke qenë student dhe duke qenë se do të jem nesër prej njerëzve thers në rrugën e Allahut Azza wa Jall, Haxhi Kemali më tha po ta japi për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe pas kësaj, Allahu Azza wa Jall na ka thut mira dhe begati të shumta. اللهم شرفت يا رب العالمين بما طعن جناتنا تعكوف تقول قولي هذا وسمعت مستغفر الله لي